Erdhi në Tetov pa përkthyes. Ndoshta mendoj se shqipja është dialekt sezonal që aktivizohet vetëm më 28 nëntor. Kjo është ministri i Arsimit Vesna Janevska, e njohur për qëndrimet e saj parimore kundër UÇK-s, kundër festimit të ditës së flamurit kombëtar shqiptar dhe në përgjithësi kundër çdo gjëje që tingëllon shqip. Kësaj radhe, megjithatë, i hasi shara në gozhd. Në një ngjarje të mbajtur në Universitetin e Tetovës, ministra nuk arriti ta kuptojë rektorin Jusuf Zeneli. Çudi e madhe në Tetov po flitet shqip, tha me vete ajo. Gazetarët shqiptar me një dozë ironie që zorse përkthehet, i sugjeruan që herën tjetër të vi me përkthyes, por i ja përgjigjja e saj. Дека по-добро е на следниот пат да земете преведувач, затоа што вие не знаете албански јазик. Македонија има еден службен јазик и уште еден што го зборуваат заедниците. Да, и јас се наоѓам во Тетово, каде што се зборува албанскиот јазик, но ваша и не треба да имам преведувач, вие треба да го знаете и македонскиот јазик. Vesna Janevska dëshmoi edhe një herë se nuk nguron të artikuloj qëndrimet e saj nacionaliste, por as gazetarët nuk i lshuan pe. Ja bën të qartë se ndodhet në një qytet ku shqipja nuk është opsion, por është gjuhë e përditshme dhe simbolikisht i alarguan mikrofonat. Zato što вие знаете, не ме одврзува законот, не ме одврзува. Дали ќе продолжиме за законот? Njëri kujtesë miqësore për ministrën. Universiteti i Tetovës nuk është thjesht institucion, është themeluar me gjak, viktima e protesta, dhunë e sakrifica dhe për shumë kënd mbetet simbol i të drejtës për arsim dhe gjuhëmtare. Po ashtu, një shpletim i kushtetutës së Maqedonisë së Veriut do të ishte më si i nevojshëm për ju. Amandamenti 5.1 e përcakton qartë se çdo gjuhë që flitet nga së paku 20% e qytetarëve është gjuhë zyrtare bashkë me alfabetin e saj. Ndoshta para se Janevska të merret me ligjet e arsimit, do të ishte dobishme t'ia kujtojmë se kushtetuta nuk është broshurë dekorative, por themeli mbi të cilën ndërtohet ose rrëzohet serioziteti institucional.